Pas një mbyllje prej gati 5 muajsh, Muzeu Etnografik i Elbasanit ka hapur dyert për të mirëpritur turistë vendas dhe të huaj, të cilët tregojnë interes për të njohur me traditat dhe zakonet. Muzeu Etnografik i Elbasanit, ose shtëpia e Sedinësve, një nga shtëpiat më karakteristike qytetit tonë, tashmë është e hapur për publikun. Ka pësuar një restaurim të pjesshëm, ka pësuar një restaurim në pjesët më problematike që ka patur. Sot është e aksesueshme, ne bëm ç'ishte e mundur për të hapur përpara ditës verës, për të qenë aksesueshme për gjithë vizitorët apo turistët që ishin për ditën e verës në qytetin e Elbasanit. Hapja e muzeve të tjera në qytet do ta zgjeronte ofertën turistike të qytetit të Elbasanit sipas specialistëve. Ne po mundohemi që shumë shpejt do hapim dhe muzeun e arsimit dhe restaurimin e galerisë së artit të qytetit. Pra, turi vizitorëve do jetë akoma më intensiv dhe i japi mundësi gjithë vizitorëve që të qëndrojnë më shumë në Elbasan. Ndërtesa ku ndodhet Muzeu Etnografik është shpallur monument kulture i kategorisë së parë në 15 janar të vitit 1963, duke u dalluar për arkitekturën e veçantë, ndër më të bukurat në llojin e vet në Trevën e Elbasanit.